التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنيني مير طبعا يا شيخ ندوك Vladën për pa fol punë fejes, po foli 2 minuta me ditë ju shka I kena pas në punën për para familja jona kër dalë pi Kosove, pi këtuhet në vitin 1931 kanë dalë. Kanë dalë kur kanë hi Serbecitu në vitin 1912, kanë hi shumë dekteri e kanë ba njetën me dalë në Siri, në Damask, me lanë Kosovën e me shku në Siri. Atëherë, o kanë jetë ndryshe, kanë punë ndryshe, kanë hjekë shumë ata, dekterit I ka mundu me dale me shtu. E babgjishi jam I rahmeti pa shpiti baba I babës. Haji Sukal Abdil Blakaj, shtu thilke shtu në Kosovë, kur jena shku në Siri, në kanë nuk krejtëve shqiptarë, si janë shku pi Kosove, pi Macedonije, pi Shqipnije, krejt në kanë nu bi emnin Arnaut. Se tur Shqip në kanë nu këtë emnin, në kanë lone, Arab të kanë marrë, Mastine, e ki bi emni në ka bani këmirë neve se s'na ka humb atje në Siri, e kena njoft njoni Shqipër. E baba jem kër u dalë pi situhet, u kanë 3 vjetë atër. Babgjisi jem ka dalë, rahmeti pa shpirti pi Kosove, në Siri, në Damask, për hafrën pi djallit se e ka pas për hasret, s'ka pas djallë tjetër. I ka pas 3 vajza, e shqip djallë. 2 gra I ka pas. Baba jem kanë pi gruz ditën, e nana tina e ka pas vishë djallë. Kur aja gruja tjetër I ka pas 3 vajza. Kur kanë mrinë Siri, mas 6 muje I ka dek nana e babës të. E ka rritë njerka. E njerka e ti, kur ka lind, I ka abgjishit në Kosovë. Kur kanë I vogël I ri, kur kanë smi, I ka abgjit. Aja nona ti në pigjishit ashtë. Po aja e ka rritë. E babgjishit jenë baba I babës, atje në Damask në Siri, u mënu për ta sa ka mujtë. Për I zatë zotët ka shku, me pështu këtë djallën atëherë. Po, unë këmë shku të li fërshteti. Më falni se unë ju në Shqipe këmë mësu, në shpese këmë mësu, asë në fakultet, asë në shkollë. Po në shpe kena mësu, e kena ru, sa kena mujtë juhën për mes me hupë. Se kërgjishe e jeme nuk e di ke arabishtën. Nuk e njef ke arabishtën. Në dufke me folë me babën tëmë, me ta, gjithë me gjurë Shqipe. Ere muëm ka dek nana kur I këmë parë 3 vjetë e gjithë. Ere jam ka rritë muë. E kur nuk e ka njoftë arabishtën dëktire u dek. E kam rri aja 94 vjetë karnua, e kam rri djallën tëmë parën Abdelkare, se e kena qëtu me veti, kur I ka pas 24 ditë u dek aja blaka. Unë në të li fërshteti këmë folë, baba I jem, rahmeti pa shpiti, unë ka në njofëshëm në dinjatë zotët, jo vishë në Siri, asë në Kosovë, në të li fërmenit zotët. Në tokën zotët u ka një njofëshëm, ka punu për hadisën e pejgamberit, alayhi salatu wa salam, se shok të vetë, e unë njoftu në dinjatë zotët. Ku këmë shku ju këmë sanë, ti kësh basë, babgjishi jem paret e dinjas me veti, nuk kësh mujtë baba me mri, asë qerekur sa ku ka mri. Për Zotë I ka një, se babgjishi ka shku për I zatë Zotët, me njetë mirë, me pështu këtë djallën, e me pështu vetë, e me pështu familjen me vetë. E baba, rahmeti pa shpirti, o gjallartë e Damaskët, të mirë si janë kanë, gjindë të mirë janë kanë, ja ka kap dorën, e kanë marë, e kanë mësu, ja ka mësu gjuhën arabe mas pari, se gjuhën arabe ashtë qelë si I fejtë islame. S'munët mu njëftu veja islame pa njoftë insani gjuhën arabe si duhet, si ma mirë, atëre njeftë fejnë islame. E ka mësu gjuhën arabe, e ka mësu Koranin, e ka mësu hadisën e pejgamberit, e ka mësu fikrën e Imamit Azam, Abu Hanifa Numan, I ka mësu punë të tefsirit, punë të hadisët, punë të historisë të fejtë islame,
dekteri si Kambi, Rezkon Avatar Araj, ka punua i moshëm se 100 libra, rahmeti pa shpirti, ka votu njëtën e ti, i kon profesori jem, baba jem e profesori jem, unë e pitina jam su, e pitina kom fitu, moshëm se kom fitu në këtë jetën temen, në letërsi, në mësime, në për shkolla, e në për fakulteta. Po të shëtë një herë me folë me juve për qitë punë familjes tonë. Po baba jem rahmeti pa shpirti për pa dek, nan mu i gati. Më ka thirë në zirët ti, unë jem kanë fakultet natën, se unë në epshe mësime mas dite. Atje më thiri me telefon, më tha po kom qëtë pak me pa, hajde për pa shku në shpi pak. Shkova në zirët tina, i ka pas dhe djemë të rije dhe plesh, kanë jem kanë të netë me ta, i përcjeli të një foli me mua, i qeli dhere në netin të hajde u luktu, i kom dhe fjallë, ditër fjallë me ti, thash, hajde insha Allah. Tha, po më do këtë Kosova ka, insha Allah, me dalë liri, mu bashkjet në veti, në kofë si dhe Kosova liri, dialogi me shku drejt atje. Nështë që unë nuk muj me, në kofë që gjallë unë e shkoj me ti, po më s'kofë që unë e gjallë ki me shku ti, si Kosova ka nevoj për ne me badi shkatje. Si Kosova është qëti jonë. Jena rrit me emnin e saj. E gjithë e kene përmen. E dit e natë une kër e më ka një vogër e baba kër ka para me, kur emni i Kosovës nuk u hjek për shpitë tonë. Gjithë u përmen. Gjithë janë kanë fjallët e Kosovarve, adetet e Kosovarve, prallat e Kosovarve, krejt i kena një pi kësaj plake si në karit, e karit babën në tëmë, tani u karitër e muhe, rahmeti pa shpirti, u kanë djetare mirë, u kanë një grusit për një mes shqiptër e saj, ratë si mundet insani me djetë dukun. Aja në ka shti mu mësu, në ka shti me punu, në ka shti mu kanë, për atin dhe gjinve si kanë punu për izlatë zotit, për fit islame, me fitu di shkanë këtë jetë tonë për pashkur të ahret të zotit. Aja në ka mësu gjohën Shqipe. Aja më thajke muhe kër e kanë smijune, mosët e mija si janë kanë në Siri, si janë kanë lindë në Siri, asë njoni nuk e një gjuhën Shqipe. Mësaj ke mu, inshallah, kimi ja pa hajrën kësa gjuhe, e për një meja ku pa hajrën. Inshallah, e ka një pjesë se vap, aja, pi meje ku shkoj unë në dinjallë zotës se aja ka punu, u munu për ne, u munu me në rujtë gjuhën tonë, nuk në leke me folë arabisht në shpi, për me rujtë që gjuhë, mësaj ke inshallah ki dukur në me shku atje. Kur e marë sparën herë që tu, për 34 vjetë e marë që tu të parën herë, ku punu imam në gjamit istovët atëherë, elhamdulillah zotim ka një mu, e reminare në gjamisë atëherë jam munu me ndërtu, e ka me minarja në shallah dhe këtërit për të kiameti jetë në shallah, shava pisaj, shallah zote në apë, e nuk në hupë në ditë kiameti. Një herë, pa të shetë me folë për me ditë që unë e mas pari më falë një kopsi, ka një herë gjuha jame, unë nuk e njafë gjuhën Shqipe, a 10% që njafë gjuhën Arabe, se unë me gjuhën Arabe e ku mësu, me gjuhën Arabe e ku më shkru, me gjuhën Arabe e ku me apsime, në fakultet, e me gjuhën Arabe jem njoftu në dinjallë zotët, si baba jem mastina, inshallah zotin e perfekt me të në gjennet, me Hazreti Pejgamberi alayhi salatu wa salam, me shok të vetë, me ato gjithë mirë që jenë kanë mastina. Për shtu baba shef me folë një herë, me ditë si mas pari si nuk jam ai shqiptari se e ka mësu gjuhën Shqipe në Kosovë, për e ka mësu në Siri. Më falë një kohë si gaba i dikun, e kësmuj, si me thonë, me folë, si falë një gjuhën Shqipe, së këtë që ju sashtë se unë 10% Shqipe nuk e një, së këtë që një gjuhën Arabe, si kom punu ta, e kom mësu ta, e kom jetën e kom mësu të punu me ta, për shtu një herë pata që këtë hime me folë për të tani, me folë për sante, po vëdu me folë vladhen, për një ajet Kur'anit, e për një hadith pejgamberit që kanë lidhe një ani me qetre. Ajeti Kur'anit, për një ajet si Zotë e ka përmen Kur'an, i kerim me në mësu neve të tanë, musliman nësi jenë në dënjatë Zotët, jo veç në Kosovë, asë në Arabi, për dënjatë Zotët ku tjena, ka sa në Zotë i Gjelle Gjelaluhu, innama l-mu'minuna ikhwa. Për shqit ajet për foli, insha Allah, sante. Ere për një hadith pejgamberit a.s. si ka lidhe me shqit ajet, si ka thonë në Hazreti Pejgamberi a.s. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
një herë po foli për ajetën e Kuranit, tani për hadithën e pejgamberit, e Zoti Gjelle Gjelaluhu i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam në Kur'ani Kerim: "Wa anzalna ilayka az-zikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim." Ta kena zhri Kur'anin, o Muhammed alayhi salatu wassalam, shariati i dinjas është dikterin ditë kiameti, shariati i fejt islami është, rruga e fejt islami është e para, se kur shkojmi mas në këtë rrugë, kur e kapmi Kur'anën e Zotit, e hadithën e pejgamberit, nuk hopmi që të në dinjan që Allah, e fitojmi jetën, e fitojmi dinjan që jenë në ta, edhe fitojmi ahretin që kena me shku ta, mas mrami me da që në dinjan e shkret. Se që në pleshtë tonë, në Sirin, dhe mas kur jena kanë, kur i nishane, babjishi jem, baba jem, gjishe jeme, se që dhe shqiptarë vjetër që janë kanë pleshtë, i kum një gjithë të thanë, dinjoja e shkret, kur kujna si kamet. Asë neve s'ka, më në vete krejt kene me dane me shku, me dalë, pisaj. Inshallah dalë mi me ftirë bardë, inshallah nalë mi ditë kiametit e Zoti me ftirë bardë, inshallah e fitojmi jetën, e fitojmi ahretin. Për shtu i ka thonë Zoti Gjelle Gjelaluhu Hazreti pejgamberit alayhi salatu wassalam, në këtë ajet, "Wa anzalna ilayka az-zikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim", të kena zhri Kur'anin, me ja mësu, me ja u tregu, shokëve tutë. Një herë, tani muslimanëve të këtirin ditë kiameti, si që dhe më thonë fjatë e Kur'anit, që dhe më thonë koptimi i fjatë Kur'anit, që ka nëvej muslimanët, më mësu për Kur'anin e Zotit, më mësu pejgamberi, më të regu që dhe më thonë fjatë e tina, se edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas një mësuz, se e ka mësu, se Zoti Gjelle Gjelaluhu ka thonë për ta në Kur'ani Kerim, ka thonë "Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha". Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë Zoti në Kur'ani Kerim nuk ka fol asnjë fjalë në punë të fejes për pa kanë emri i Zotit. E kush e ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam? Hazreti Jibraili. Hazreti Jibraili ka profesori i pejgamberit, mësuesi i tina, e ka mësu pejgamberin, e pejgamberin i ka mësu shokët e vetën atë kohë, e shokët e tina tani kanë vazhdu, e ka mësu shokët e tina si janë kanë ma tri, si janë mësu për tine, e shështu ka shku puna, e shështu ka dekteri si kam rritëna, e shështu ka më vazhdu, insha Allah dekterin ditë kiameti. Zoti e ka rujt këtë fejnë tonë, e Zoti e ka lanë detyre për veti me lutë Kur'anin mas pari, ka thonë për Kur'anin se e ka zhrit në tokë, ka thonë inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun, e kena zhrit Kur'anin, e kena me rujt, insha Allah dekterin ditë kiameti s'munët kush me lujt me ta, kur s'munët asë një gërme me shqita, asë një gërme me hek pisaj, asë një fjallë s'munët kush me shqi, asë një fjallë kur me hek pisajna, se asë shariati i Zotit, Kur'ani i Zotit, fjallë e Zotit, Zoti i runë vetë, edhe na muslimat duhet mi rujt, sa të mujmi Kur'anet e Zotit, hadisën e pejgamberit, me ditë që këta ditë drita i kena, me të mdhej drita në dinjanë Zotit, kur shkojmi me si këti pejgamberit, e fitojmi jetën, e fitojmi ahretin që kena me shkuta. E fitojmi që tjetë që jenë në ta, edhe fitojmi ahretin që kena me shkuta. E fitojmi që tjetë që jenë në ta, edhe kena me fitu në sha Allah jetën të tërë që kena me shkuta, në sha Allah në gjenetën ditë kiameti, me Hazreti pejgamber alayhi salatu wassalam me shokët e vetë, e me ata pejgamber që janë kanë para ti. Vllazën, ajeti e Kur'anit, si ishte ju sash për ta, innama al-mu'minuna ikhwa, që në më thanë me gjosa shqipe. Kuptimin e thaj, po fori për ta përshku sa po muj, për mos me zuat, se po kam shef, e kanë shef, më tha vllahu, Zotin qalla e runë, më tha, kena shef dhe pite me në fund, me pit, kush ka shef me për punë të fejes, me disa punë se mujmi me përgjed, e mujmi diska me fitu, na me juve bashkë, se fitimi i joni është, se njoni me mujt, me banit mirë, e tjetëri me fitu pisaj, që shto është punë e fejes tonë. Kja ajet i Kur'anit të Zoti Gjelle Gjelaluhu, në ta, innama al-mu'minuna ikhwa. Që da më thonë kje fjala, këtë besimtartë. Si janë këtë dinja Zotit. Musliman janë vllazën me shqip fejt. Kut janë? Kosovë, në Turqi, në Arabi, në Afrikë, në Asi, në Amerikë, kut janë dinja Zotit. Ata musliman besimtartë, si janë antartë e kësaj fejes, janë vllazën me shqip fejt. Njani është vllavi i tjetërit.
Duhet më, siç mi e dasht hajrën, më munu për ta, sa të mundet për mirë, më munu mi ba mirë, më munu mi argjit dorën, më munu me ba mirë sa të mundet për vllahën e vetë. Pse? Se kur kush pi neve vllazën, nuk mundet me sanë se unë nuk kam nevojë për kanë. Kur kush mundet me sanë unë nuk kam nevojë për kanë. Këtë kene nevojë njëri për tjetrin. Po njëri ma shumë, njëri ma pak. Njëri ka nevojë ma shumë, njëri ka nevojë ma pak. Po këtë kene nevojë njëri për tjetrin. Jeta e jonë, Zoti e ka bashkë të njënë tundet. Nuk e kalon që të fejnë tonë vish për gjami, po e kalon edhe për jetë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka mësu shokët e vetë, jo vish mu falë në gjami, vish edhe që shme jetu, që shme kanë gjendë të mirë, që shme pas punë të mirë, që shme pas lidhët të mirë, njëni me tjetrën, për me shku jetë asi ma mirë. Këtë kena nevoj njëni për tjetrën. Hoxha ka, kena nevoj për hoxhë, kena nevoj për haxhi, kena nevoj për mjek, kena nevoj për inxhinier, kena nevoj për punëtor, kena nevoj për katunar, kena nevoj për të në gjindë e Zotët që janë këtë dinja Zotët. Pse? Se me ditë si tantëna, se s'mojmi këtë mu kanë hëgjallarë, s'mojmi këtë mu kanë inxhinier, s'mojmi këtë mu kanë mjek, s'mojmi këtë mu kanë punëtor, s'mojmi këtë mu kanë katunar. Po Zoti e ka bashkëtetën tonë me në mësu neve si kena nevoj për tantë, njëni për tjetrën. Po njëni mundet me ba mirë ma shumë se Zoti ja kalon një punë, si mu kanë, si drita e këti venet që jashtë në ta. Po a i si Zoti ja kalon një punë të mirë, duhet me ba shishir ditë e në të vllazën. Duhet me ba shishir me thonë, alhamdulillah, shishir dotët si Zoti më ka shumë këtë punë, si me mujtë me ba një të mirë, me akri dikune një të mirë, mu munu për mirë sa jena gjallë këtë dinja Zotët. Për shtu, kena nevoj njëni për qetërën tonë. Kretë jena vllazën me qitë fejë, kretë kena nevoj njëni minimu qetërët. Kretë kur e hap njëni qetërën dorën, kretë shkon puna si ma mirë në qetërën tonë. Se Kosova vllazën, Kosova e jona tash, unë e Kosovari jam, I juvi edhe si u kanë në Siri, edhe si ku mërnu në Siri, po gjithë Kosova u kanë në në teme, e gjithë nuk e kum haru vallahi as dit as natë. Kur më bishin studentët e saj, kur më bishin spari vetë që ka punë të Kosova, me para. Pse? Mu kanë rahat në zemër për ta, për punë të saj, alhamdulillah. E Kosova të ashti, e jona ka nevoj për tantë, ka nevoj për tantë, për tantë, për hoxhe për haxhi, ka nevoj për pleshe për tri, ka nevoj për hoxh, ka nevoj për profesora, ka nevoj për inxhiniera, ka nevoj për mjek, ka nevoj për punëtor, ka nevoj për katunar, për tanëve ka nevoj. Kosova I ka 3 vjetë tash, ju e dini të tantë, që 3 vjetë ka dalë liri. 3 vjetë, si me pas një thmi 3 vjetë, me pas në një thmi 3 vjetë, shishe e rujmi, se si të babët, sa tash e babët, e Kosova I ka 3 vjetë tash. Kosova shkon për hajrë, kur shkojmë na për hajrë. Kosova shkon për mirë, kur na monomi njani mi ba qetërët mirë. Kur monomi për qytetin tonë me ba mirë. Kur monomi me shu Kosovën në kam, se balë kena hjek për para. Balë kanë hjek babat e babgjishat tonë. Balë se nishim djergati e në kanë në dorë të hujtë. Po alhamdulillah të ashti, Zotin në kanë qitë në liri, e në banë qëtën veti, të ashti s'dohet me fjetë, po dohet me punu. Të ashti dohet me punu ditë e natë, e kretë me fanë njani i qetërët që unë e ti kom vla, ti në vej për mua, kom në vej për ti, se se një me pas dorën me tjetërën, me punu me një dorë, me shu shtjetën tonë, në kam, e me shku për para, insha Allah, e mu përmendin janë Zotët. Mos kujtoni vllazën, si ka një popull në dynjë Zotit, si kam rinat, të fjetë, po të punu. Këtë fjetët si kanë shku për para, të punu ditë e natë, kanë mri ku kanë mri. Këtë fjetët si kanë dalë natë, janë të ashti të njofshëm në dynjë Zotit, si kanë kulturët nartë, e punë të nartë, e kanë mundësi, e kanë forësi, kanë punu ditë e natë paja da. Edhe natë ashti. Kosova ka nevoj për ne me punu ditë e natë. Kretë, duhet na meru të Kosovën, meru të venin, meru të qytetin, me punu për ta ditë e natë paja da. Nuk I hub kur kujna punët e Zotin. Ka sanë Zotin Kurani Kerim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ai se bën një punë të vogël, për I Zot Zotit. Kur punon për shtep,
Perizzat do të qohët, kur punojmë tanë perizzat do të për shtetë, qohët shtetin dhe në komë. Niset me shku për para, niset mu përmen, kush përmenet? A përmenet zitnët e Kosovës? A përmenet toka e Kosovës? Jo vlazën, po përmenet popli i Kosovës kër punen për Kosovë. Popli i Kosovës e shanë Kosovën në kamë. E popli i Kosovës e lenë me fjetë të një, me shku për par masë. Në vetë zotë i në rrë tur, nuk punojmë njani me shetën si duhet. Kur të jadojmë njani shetës, hajrën si duhet më kanë si musliman besimtar. Këtë kene në vajvladën me punu për qitën, për qitetë tonë. Se vallahi Kosova, zotë i Gjelle Gjelalu ja ka lani vend mirë. Tokën e ka të mirë, ajrën e ka të mirë, venin e ka të mirë, penti ka të mirë, ujën e ka të mirë. Vladën në 33 shtete i kom qititin dhe njënë zotët. Në Asi, në Afrikë, në Evropë, në Arabi, e të lifer shtetit muslimane jam kanë, vallahi Kosova, elhamdulillah, thamë, unë e dit e natë e kom qitit këtë Kosovën, pisi e moshitu. Nuk ka një vend, një katon, një qehe si se më kanë ta. Vallahi, zotin e kalon një tokë mirë, një vend mirë, në hajratët mira, dhe të mira si zotin e kalon Kosovë, vi duhet me basi shirë zotit për ta. Ujën e kena të mirë, i kena dhe shtetën dë njëllë zotit, se nuk kanë ujë me pi, unë e kom qurë në për dhe shtetë si ujën, vallahi e pisin me lasë. Në disa shtetën, në disa katune, në disa qehere. Elhamdulillah i kena ujën si ma mirë, pe marmi si ma mirë. Këtë hajrë, këto hajrët si ne ka abë zoti, këto të mirët si ne ka abë zoti. Në vishë ujën me përmen, ujën vishë me përmen në Kosovë tonë, ditë e natë me lutë zotit për ta, me në lutë zotit ujën, pak ashtë për ne. Që do me thonë për të të gjana, që do me thonë për pëmë të Kosovës, që do me thonë në për punë të Kosovës që zotit i akalan, si krejt vota, me s'ko ka për në shanë të mirët e saj, me në harën Kosovë që tu, mi hangër na e me pi, dim nëse verës. Ju përshkoni në për pazare për sheni. Pëmë të dverës për i hajmin dimën, e pëmë të dimnës për i hajmin verë. E po vinë zërdovatët e dim anëve. Dimnës e dverës po mledhën bashkë, po shitën në për sharshia bashkë, në për pazar bashkë. Pse? Se zoti në ka rrut Kosovën, e zoti e ka shkip botën, me shka ka, me punu për Kosovë tonë, me nëjshu këtë gjana, me bazë në se fa, po kur bajni se fa, a dojtë me thanë si shqip zotë, i qenë mi herë, ditë e natë me thanë, e ditë e natë me mundu për këtë vetë. Kur nisët baba në shpi me mësu djallin, me thanë, o djallo, kja rruga nuk është e popullët, po është e jona, edhe na kena një pjesë në ta. Duhet na me pastru rrugën, me pastru venin, me pastru shpijen, mu kanë popull i pastër. Popull i pastër, popull i kulturum, se din që duhet me rnu, që duhet me jetu, që duhet me shku për para. Kur të nisës ti, e une, e filani, me pastru rrugën, me pastru shpijen, me pastru venin, si e në nda, bëhat puna e jetës tonë si mami. Nuk do të më thonë si na, që ditiren do të një alanë për shtetit, kja puna ditira e për shtetit, ja, ditira jona, edhe na i një mojve për shtetit. Shohët në kam për shteti, e shkanë si ma mirë, kur janë gjitë mi dorën na, kur të punojmi me ta, kur të mënohmi era na për ta, kur të mënohmi na, minimu, ara janë në iman, e shkojmi të di antë. E di partë, shkojmi si ma mirë e Kosovën, qa Allah fitan atëre, fitan vetën, e fitan nesërën që kena me shkun ta. Se në vlazën, se jena në 60 vjetë e ma shumë, e 50 vjetë e ma shumë, ka të jena të lonë, njën të shku. Të shku në ahret, po kur i lami mas neve, djemët, e kur i lami vajzat si ma mirë, i mësojmi për rrugë të hajrit me shku, i mësojmi me punu për beti, për shtete, për ven, shkon shteti për para masanej, e ata në knojnë rahmet. Ata në knojnë rahmet tojnë, babat në kam mësu me punu, babat në kam mësu me shku për para, babat në kam mësu me shku për, babat e nanët në kam mësu shish me punu, shish me jetu, shish me rrugë shpenin, shish me rrugë shqetën. Vlazën, Kosova krejt, me shka ka nëvej vish për punë të mirë, ka nëvej për vlazën të mirë, ka nëvej për punëtor të mirë, ka nëvej për popull të mirë. Nuk ka nëvej për të tërgjanë.
Mos kujtoni si krejt shtetet e dënjat kanë shku për para të fjetë, po ka shku të punu. Kanë shku të punu e të munu dit e natë pa jada. Mos kujtoni si Zvisra, si në Shqipe, të shti kur shkojmë në Zvisrë, thojmë i kur kene me mri, mu kanë shifti Kosovë, shifti i Slisës na. Kur? Po kanë fjetë ata për para, a kanë fjetë, a kanë punu, dit e natë ku kanë, dhe tjeri kanë mri, ku kanë mri. Ere na, kur të punojmë i shiftin e tine, kur të mundohëm i shiftin e tine për shtetin tonë, atëherë bëhatër e Kosova si Svisra, bëhatë si Kosova si ma mirë shtet Evropës si e kena, nga të si e kena kujshi. Po kur flejmi na, kur thomi na kena dole lirit ashtë, du të me fjetë na ma, me pushu ma. Atëherë shka Kosova për mas, e djemë të tonë të vajzët e tonë si vinë mas neve. Në nemen atëherë tonë, në thonë Allah, Allah, këta në kanë hubë, në vetë si me në lanë rrugë të hajrët në kanë hubë, kur janë kanë gjallë, në vetë si me në aknu në rahmet, folin për ne masanej, e hubë shteti, e hubën zmitë e tonë, e vajzat e tonë për mas neve. Për shtu vladën duhet na, të dantë me punu për shqit vend, për shqit shtetë, sa të mujni, dit e natë me punu, e jo me thanë si vallahi, puna e shtetit, e ka për shteti, puna e kene një pjesë të madhe me ta, minimu për shtetit për hajt, minimu me ba mirë, mu mundë të tantë me pas një dorë, të tantë njani minimu qetërët, atëherë shohmi në kam, atëherë insha Allah Kosova ka mu përmen në dinjan zotë. Për shtu Zoti Gjelle Gjelalu ka thanë që të ajet Kuranit, innama l-mu'minuna ikhwa, kretë besimtarët jenë vlazën njani me qetërët. Elhamdulillah jene besimtarët të tonë, elhamdulillah jene musliman të tonë, elhamdulillah si babat e babgjishat në kallon qitë fej, në kanë rrujt qitë fej, si jenë dalë të ashti dritat e Kosovës, të smitë të ri, si pisha unën të Libardani, vallahi vlazën, jë marë qitu, 1978, e ku majtë hitme në Gjumans, në gjamit madhe të Prishtinës. 7 vetë jena kanë. 7 vetë jena kanë. Une e 6 jam kanë me mu, kër e ku majtë hitme në Gjumans. Në vitën e 2006, kër më ka thirë me fia, hoxha, Naime Efendi Tërnava, më ka thirë që tu, në 2006 e marë, u ka një konferencë që tu e marë, ma kanë lanë hitme në Gjumans atëherë me majtë une në Prishtinë. Wallahi pi u baj bej, kur kum hi me majtë hitme në Gjumans, e jem nalë, wallahi ka gati kum kajt pa folë. Kur i kum pa, jamin krejt pletë mrana për jashtë në rrugë, ishe jinë të nejtë të prit me një hitme në Gjumans. Sa duhet me thonë në shishirë zotët ditë, e natë paja da, elhamdulillah si e kum pa me si teme. Wallahi gati kum kajt kur i kum pa. E rësmi, ere djem, ere bajda, ere gra, ishe të nejtë në natë në gjami, kanë arë me një hitme në Gjumans. Shumë thanë, unë elhamdulillah se kum pa Kosovën me si teme shishtu. Wallahi mës të kisha pa me si, kur nuk më kishranë men si kum me pa gjamiën plep, gjamit madhe plep, me rethën e saj, mrena për jashta, e rrugë të je ka rethën e gjamiës atëherë. Vlazën, në dojtë me thonë shishirë Zotit 100.000 herë se Zotit në ka rujtë fejën. Elhamdulillah si në ka rujtë fejën. Elhamdulillah si babat e babgjishtët e ka rujtë qitë fejë, e në ka lonë amenet për mastine. E në dojtë me avlanë fëmijëve tonë. Ere nipëve tonë, me avlanë qitë fejë si ma mirë, me punu si musliman, me punu si vlazën, me punu sa të munët, njoni për hajrën e tjetërit, kur t'ja bash një hujnë e një të mirë, Zotit ta këthanë, mos kujta si hubë, nuk hubë gjatë e Zotit. Nuk hubë gjatë e Zotit, ka thonë Zotit sa tash një punë e mirë. E vogël e kiba, që tu ki me pa për para, për pashtu të Zotin ditë kia me ti. E reza, tash një punë e keshe se kiba, që tu ki me pa për para, për pashtu të Zotin ditë kia me ti. Kretë kena vlazën, në vaj, njoni për qetërën. Kur të bash një punë të mirë, të vogël sa tash të vogël, e fiton vetën njëherë. Knashë zemra jetë, të punohëm për mirë. Po punohëm, kur të punohësh për mirë, po insani ku të banë kesh. E din vetën si ato ba kesh. S'munit me rejt vetët, munit me rejt, po popët dënjatë zotët kejtë, po a munit me rejt vetët, e din vetën si po banë kesh. E din vetën si ato ba kesh. Për shtu insani kur të banë mirë, knashë zemra e tina, e Zotje e dënë, e popële e dënë, e feja e jona, Zotje e kalanë, që të fejën tonë, me mramje fejë, se dikterin ditë kiameti nuk ka fejë më sashë. Pejgamberi jonë a.s. Zotje e ka pëshit mirën, si feja tina ka me vazhdu dikterin ditë kiameti. E na, elhamdulillah, si jena
të shumë si këti pejgamberit që e ka shumë Zoti rahmet. I ka thënë Zoti Kurani Kerim, Hazreti Muhammed alayhi salatu wassalam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." O Muhammed, të shumë rahmet. Për popullin tanë, për musliman, dhe thirin ditë kiameti. Se shtu duhet në më thonë që shërë Zotit që jena të shumë si këti pejgamberit, se na ka lanë një rrugë, si kush të hesin ta, që tu në që Allah e fitan vetën, e fitan ahretën në ditë kiameti. Nuk du me zbatë shumë fjallë, po foli të ashti për hadithën e pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Një herë foli për ajetën e Kur'anit, e të ashti po foli për hadithën e pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Që ka thonë pejgamberi, alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Që do më thonë ke hadithën? Fjallë e ti, kuptimin e tine. Thot pejgamberi, alayhi salatu wassalam, nuk bëhat besimtari mirë, muslimani mirë. Insani, njeriu, gruja, vajza, djali i ri, përpaja dashtë vllave dhe muslimanit mirë, sikur si e dan për veti. Sikur si e dan për veti. Si shka që për veti, duhet me pas qep ere për tjetër kanë, për vllaven e vetë, për muslimant, për tënë kujshi, për tënë vlazën si i kena, ere vlazën mas shumëti, duhet miru i kujshit. Sa të mujmi, duhet kujshit mirujt. Pse? Se pejgamberi alayhi salatu wassalam çdo herë na ka mësu e na ka shtin men si mirujt kujshit. Se kujshit ku shkojnë nani me shetën si ma mirë, shkon veni si janë në ta si ma mirë, shkon katuni si ma mirë, shkon shehri si ma mirë, edhe shkon shteti si ma mirë. Kur të mënohet njani me shetën mu kanë si ma mirë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas një kujshi su kanë musliman, nuk u kanë besimtar. Po pejgamberi i ka ba mirë për gjithë. E gjithë e kanë pa punën e tina, e kanë dashë. Pse? E kanë pas për njeri mirë u kanë. Ki njeri nuk u kanë musliman, po nga të shpijet pejgamberi alayhi salatu wassalam u kanë. E ka pas një djallë 12 vjetë. E ka gjetë këtë djallën një smuje, e ka një vjetë në djallë që përda me dikë. I ka thonë babës vetë, o babë, Allah i le amush me thirë Muhammedin alayhi salatu wassalam, po kam shep me pa për pa dhe. Ka thonë, po valla me hatër për të thiri. Ka shku njeri, i ka krisë pejgamberit alayhi salatu wassalam në deri, ka thonë, kur e ka shetë derën pejgamberit alayhi salatu wassalam, e ka pa kujshin vetë si nuk u kanë musliman. I ka thonë, urnani, i ka thonë, jo vallahi, jo mare, ta kum krisë derën për një nevoj se e kam, i ka thonë, urna. I ka thënë, vallahi, djali jam i smut ashtë, po ka shet me të pa, se për një vetin si përda me dikë. Ka thënë, më hatër po vitet ti. Ka hi pejgamberi shpitina, ka netit shkajt djallet, e ka net, i ka thënë djallet dhe, djallet ati kushijës. Oj djallet, bin shahadet tuj, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vallahi kam më shëndru për ti në ditë kiameti. Për pa dekë. A i djali pekqir babën, shërë mi thonë baba, ki njeri e ka ditë për njeri mirë, është pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka thonë djalit vetë, djalo pëll, e banë, shka për të pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka ranë që hadet ki djali, me mas një 2-3 minuta ka bekë. Shka ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka punu pak e ka fitu shumë, ka hinë fejt islame me munime, me men e me zemër, si u ba musliman e ka fitu vetën, mas bakë. Nikol Bobel ka dhe, ka thonë pejgamberi ka punu pak e ka fitu shumë, e ka hinë fejt islame, e ka dhek mas fajna, e masanej e ka fitu jenetën në shalën ditë kiameti. Vladën na, dohet që të punën nësë me haru kur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësu me rujt kujshijen. Kujshija lipit para shpije. Shpija shtrajtohet kër e ka insani kujshijen të mirë. Shtrajtohet, bëhat shpija e mirë. Lefdohet shpija kër e kena kujshin të mirë. Për shtu duhet na, që se li pineve, mu munu mu kanë kujshin mirë. Mu munu më thanu ne i pari, jo i mrami, jo më thanu se une po këshiri filanin që po thasë që po banë, po une duhet me i pari me nisë. Une me nisë, për veti, me nisë me punu mirë. Mu kanë kujshin mirë, bahan kretë kujshin të mirë. Kur të nisë mi se të li, e bajnë njetën, se që Allah mu kanë kujshin të mirë. Të tanë. Imami Azam Abu Hanifa Nu'man e ka pas një kujshi tregtar, ka ardhur një vend larg, pi 4.000 kilometra. Atëherë ka ardhur në atë qëtë që u kanë Imami Azamit ta.
Ka punu tregtaraj, në lokale ka pas nga Imamit Azam. E shpijën e ka pas zit për zit me Imamin Azam. Ky njeri e ka marrë një mall një herë, e s'ka mujt me shit. Të tregtarët ka një herë kanë pare, ka një herë s'kan gjahë, ka një herë nuk mujt me shit mallën, jesën pa pare. Ky njeri ju nuk ka mujt me shit atë mall që e ka pas, e paret e tina këti kanë nu në atë mall. Ju ka duhet me shit shpijen e me punu me paret e caj. Se ai si punon me tregtis, mundet me netën pa punun. Ka hin gjami, ju ka thonë shok vet, Selamu alaikum, alaikum salam, o vlazën, vallahi, une po du me shit shpijen teme. I kanë thonë pëse, i ka thonë, vallahi, qështu, jani, nuk mu muj me punu, paret më kanë met me një madhë, s'muj me shit, e nuk muj me punu, pa shit shpijen teme. I ka thonë, sa për do në pare për këtë shpi? Ju ka thonë 80 dinarët dukatet atëherë. I ka thonë, po Allah, këtë shpije jote nuk i bënë mish 40, i po lip 80, i ka thonë, po e di, vallahi. Mish vallahi, unë jem të shit kojshije një shpije. Vallahi, unë kojshije jem të shit jo shpije. Unë kuj muj me gjithë shqiptin e këti kojshit në dinjatë zotët. I ka thonë, vallahi, e kime hakë. Ka shku i kanë thonë Imamit Azam, Selamu alaikum, alaikum salam, o imam, shtu ka thonë, ki kojshia jetë. Ka thonë, unë e pedush me shqit shpijen, kër e kena vetë, ka thonë, vëtë për nëvoj, vallahi, se kur se kisha shqit shpijen, po nëvoj am ka shti me shqit. Kër e kena vetë, ka thonë, unë e pedu 80 dinari, kena thonë, ki banë shpija jote 40, ti polit 80, ka thonë, unë e pe shqit i shpije, kojshien jo shpijen. Ju ka thonë Imami Azam, leme një punën e tina, unë e foli me ta. Mas e ka fali asien, e ka hi njeri në shpi, ka shu Imami Azam i ka krisë në dirë. Kur ka dal, njeri e ka pa Imamin Azam, dënjoja e ka njoftë më shka ka, i ka thonë, unë me një zëtë një hajteni. Ka himranë në shpi tina, ka njajten me ta të i ba muhabet, e ka vetë atë njerin, i ka thonë, o vla, pse po dhe me shqit shpijen, i ka thonë, vallahi në voja. Wallahi, nuk i kisha qit kur, vish mu ka duft me qit, me punu me gjisën e pare saj, me gjisën tjetër me bden një shpi, një ven ma largë. I ka thonë, unë e kum nisi kësanë që unë e peshiti kojshini, ka thonë, po, vallahi, se unë e s'muj me gjitë qiftin tanë, me gjitë qiftin tanë, dinja zotet me shtu me litë. Po në voja, shka me ba? I nëzur, 40 dinar, Imami Azam, shirë një vlazën, nini, që s'kam punu musliman parë, i kanë dherë, pigjeve të 40 dinar që i banë shpija e ati kojshijës. I ka thanë këto pare për te api për i zatë zotët. Risi tu nga të meje, mas po vjen një kojshijë i kesh, po mlen me i ka thare muë. Riti njeri i mirë, mas i je ka shumë të ditë kojshijën tane, kojshijë të kanë e ki, ri nga të meje, mas po vjen një kojshijë i kesh, po mlen me i ka thare muë. O vladën, për shtu nga dohet me punu, sa të mujmi kojshia me kojshia. E pejgamberi a.s. në kam su, me rujt kojshia, sa të mujmi dit e natë paja da me punu për veti, me punu për kojshia, mu kanë gjithë mirë njoni me shefër. Mu kanë gjithë mirë njoni me shefër. E në ka thonë pejgamberi a.s. hadisën e vetë. Ka thonë, ma zale Gjibrilu jusini bil gjarë, hatta dhanentu ennehu se ju vërriso. Më ka përrisi Gjibraili për gjithë, me rujt kojshien, dhe këteri si më ka hinë men, se kur deki ka me marrë një pjesë për miraset temë kur deki. Sa më ka përrisi me rujt kojshien. Lazën, këtë kene nevoj, njoni për shifrë. Shkon jetë si ma mirë kur jena kojshien njoni me shifrën si ma mirë. Shkon jetë si ma mirë kur shkojnë djemë të kojshive njoni me shifrën si ma mirë. Kur punojnë njoni për shifrën si ma mirë. Se bëhen kojshit atërë si vladhen, e rësmit e tonë bëhen si vladhen, e shkojnë me shasni, njoni me shefrën, e shojnë jetën si ma mirë, e fiton vetën, e fiton jetën, e rështeti joni atër e fiton, e kretë shkojmi për para, e kretë punojmi për i zapë zote. Vladhe që shtu jam kanë muslimat parë. Nuk kam pas pare shumë, po kanë pas besim të mirë, kanë punu për mirë, janë punu për mirë, e kanë fitu që tjetë, që jemë kanë ta, e kanë fitu ahretën në ditë kiamit. Vlazën pejgamberi a.s. 250.000 muslimani i kalan për mas veti. 250.000.
Kretë musliman, kur u dhe pejgamberi, fëmi, e baba, e nana, e plesh, e tri, janë kanë 250.000. Vlazën, të shtë jena 1 miliard dhe gjithë musliman dhe një zotit. Kur i kalan pejgamberi, janë kanë me një dorë të punu. Tonë, me një dorë i kalan të punu. Kretë besimtar, si duhet, njani shetër t'ja ka dasht hajren, për shtu e ka fitu vetën, e ka fitu shikjet që janë kanë ta, e ka fitu ahretin dhe kjavit. Ka baba ki vlazën, kur i kanë qenë shtetet tjerë, kur kanë dalë, muslimat kanë hinë shtetet tjerë, një musliman, një shoki pejgamberit, ka shtu një sheher, krej shehri me shka ka hinë fejt islame kër e ka pa punën e tina. Kanë lëkmu më kanë shiftin e tina. Kër e kanë pash për njeri mirë, kanë shtu mas tina, e ka fitu krejt atë shehrën me shka ka. Se vapen e taj, pse insani kër e mësan dikon, e shkojnë atë gjinja, kur mësojnë për tina, për mire, për rukët mirë, për hajrë, punojnë, i ka sa vapen e tine, su kur si me punu ata. Sa të janë të punu për hajrë, me ato fjallët e tina, e ka sa vapen e tina. Lazën, qështu kanë fitu. Ka baba kiti dhe shok të pejgamberit, kanë shtu njani një katun, ka hi katuni me shka kanë fejt islame, kër e ka pash fa njeri një ruha. Indonesia, me madhe shqetin dinjarë, zotët ashtë qëtash. 250 milion musliman janë, 250 milion. Me madhe shqetin dinjarë, zotët ashtë. Një ushtari musliman dhe nuk ka hi sa. Qish ka hi në fejt islame e Indonesia? Ka hi me triktar, kër janë shtu me batë rekti, me atë popull, i kanë pash fanë zvinë të mirë, ju kanë fanë Allah i dhe shfar feje kini, ju kanë fanë jena musliman, alhamdulillah, kanë fanë kur vinit e tërherë. Vjeni dhe tjetar me veti, me nështu fejen t'jujen. Kur në shu ditën herë, i kanë marrë dhe tjetar, dhe hëgjallar, dhe djemë tri, i kanë su poplet e Indonesijet, fejnë islame, mas një 5 vjetë. Ka hi kretë, aj popull më shka kanë fejnë islame. Kur e kam pa punë të tine, vladën punë, se na nuk kena nëvoj me falë shumë, po kena nëvoj me punu shumë. Me punu sa të punë, mi dit e natë pa e da. Vladën, që të Kosove kena në qafë të Zoti. Zoti ka me në vetë për ta. Të tame, ka me në vetë Zoti për ta. Ko si punojmi për si ma mirë, ko si bami për simtarë si ma mirë, ko si punojmi për zatë Zotit për qishtet, e për veti, e për këtë vend si e kena, për qëtë vend, për qëtë shqip, se vallahi, dhevi ti, i ban, dhevi i Kosovës asë sa Dukati. Unë e thëmë dhalli i Kosovës si Dukat ashtë, kër e rujmi na, po kër e hupmi me dorë tonë, nuk atëherë, hup Kosova e hupmi na më ta, i hupmi arë djemë të tonë, mas neve, arë thmitë të tonë, arë vajtët të tonat, arë nipët të tonat, së kur si usashë. Ku ashtë puna me u lutë Zotit ata për mas neve, me u lutë Zotit për ne, e shku Zotit në rruqë, ku ashtë? Kur e hupmi në vetën, e hupmi Kosovën, e hupmi jetën tonë, e hupmi ahretën tonë, shënon me thonë për të përnetën i atëherë djepët tonë, e nipët e tonë, si vinë për mas neve. Vlazën, në duhet me fitu që jetën, me fitu ahretën, me fitu që qëtë jenë në ta, me punu, me thonë, tyber, nuk bojmi njoni, kesh në qa Allah, njoni shetërit kërë. Nuk munohmi njoni me ba kesh shetërit, po munohmi me ba mirë. Mu munu për mirë, me fitu vetën, me fitu jetën, me fitu ahretën. Insha Allah të herë, ka mu për me Kosova. Në këtë botën e Zotët kur të shkon, insani ka mjani emne si ma mirë. Së kur si vjanimi të ashtis misrës, emnin e saj, në botë, me shko ka përmenet popli i saj, nuk përmenet toka saj, po përmenet popli i saj, inshallah, une, kam me met, si nuk shkojnë 5 vjetë pisodët si e në ta, dhe këteri si kam e mri Kosova, sukur si kam mri Svisra, me punën e popli saj, si, kur punojmi të tanë për hajrë, kur punojmi të tanë për hajrë, kur të nismi, njani me thanë, kumban jetë për i zatë Zotit me punu, për veti, për shtetë, e për këtë popët si jam në ta, të netën e turnu, se na shqiptarë, kena në vajtë vladën njani për qetërën, me punu, sa kena këtë dinjatë Zotit, vëlhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah është përblethos, Allah të ishtë oftë mirat. Jemi sigurët se këto fjallë kanë ndohë për zemrës dhe lusim Allahun madhështëror që të kalojnë në zemrë tona.
kemi një propozim që pyetjet vinë direkt kështu pa shkrime. Aty bashkë bisedim, është ma mirë. Aty buq. Derisa dikush t'i shkruan pyetjet, pa të përgatit në ato se çka do me pyet, vllau ynë Berat Shofi do të fundoj një ilahi. Elo Zotin ton, që shëndrik dunjan, që zemrave tona, imon me ju dhon. Hajde Allahut, t'ja drejtojmë shumë lutje, se tu bëme kote, zvazhdohet me tutje. Nëse boni për Allah, token se kam puthur, e nëse me ngjesi, s'te zvar duke u lutur. Gutu moreva, lutju Zotit tëm, që shpirti kaldon, jeti së përmend. Lute Zotin që dunia ndriçon, e që shpirtat na I merr kur don. Nëse qysh ka thonë Zoti nuk je, gjenet vendi nuk e ke. Lute Zotin që na mbante gjall, e që ju ka dhënë dritë syve n'ball, që kur t'vi dita më dëshmu, malet vlla me përballu. Nëse syrit për Allah s'loton, e tu bon gjunahem, dita te kalon. Kujdes more vlla, shfrytëzoj ditë e sodit, sepse me gjunahe s'dilet para Zotit. Po haron Allah se keme dhon gjeva, mendje nuk ta vret, por kujdes se vdekja dvjen kur nuk e fret. Zoti ka me shir, me kante ti fal, por ti prap Allah, to nuk I ndal. Gutu more vlla, punove prat mira, sepse me gjunahe sfitohet me shira. Lute Zotin që dunia ndriçon, e që shpirtat na I merr kur don. Nëse qysh ka thonë Zoti nuk je, gjenet vendi nuk e ke. Lute Zotin që na mbante gjall, e që ju ka dhënë dritë syve n'ball, se kur viti
me përbanu, që kur dita me dëshmu, malet do me përbanu. Allah shërdejnë, Allah në ndihmoft.